Hip-hopit shqiptar I është tuar edhe një album dhe klip I ri, ndryshe nga të tjerët. Dalja në skenë gjithmonë përcillet me ethe, edhe pse rinori, ups, gripi, nuk mendon kështu. Shumë super, diçka një mëranje shumë e veçantë, masi kena punu shumë, mas një punë shumë të lodhshme, mendoj që kena arrit një album që se ka arrit këndush deri qëtash. Kejt njejt, s'po folën veç për kesh, nëse nuk më nëshme na po atër nashe e në rrugë si flesh, muzikën dush me ngu me vesh, e rak më stesh, Kosovë fresh, në rap s'ken, edhe pse kërkush rap s'blen, vetën e edhe vetak të dren, shtirë bo me tren, se ki I den, nëse nuk më nëshme. A zetë se ti gjamboni, e kuton kur ka zënjoni, a zetë se ti gjamboni. Përgjësi e ka kuptu njerës në MC, kena përso solo artista, faktikisht, është ta që kena bu një farë kombinimi, kena një label Big Mouth, di përshëdin, kena bu një farë kombinimi, pritu ta zërës një 6 albume solo. Yeah, Big Mouth, UFO Click 4 djemt nga Prishtina, thonë se janë ndër të rallët në Kosovë që bëjnë hip-hop underground. Cilat janë detyrat e secilit për realizimin e një projekti? Këto ketë punojna, veç unë jam producenti, I marrë I bitat, jam kompozitore, jam aranjuse, producenti si në studio. Masi që e kena producentin, duhet me dho naj ide edhe gjithmonë, kur t'jon ma shumë ideja, bëhet diçka ma e mirë që sonia, diçka që s'ka pas. E për ndryshe, për momentin, oto më bëhet telefoni, shumë keq, më duhet me nalë intervistën. Na jena tekst shkrus, edhe që më inspiron mu për me shkru qa tekst është bita. Pëlqen edhe drum and bass, edhe hardcore më pëlqen me bo, qa ka me punën e MC's, qa ka me repovat më pëlqen. Sena të kufizun vish albutan, vish hip-hop, vish ma favorite, që ma shumë të edu është hip-hopi. Shalalalala, popullota hajde, shtetë ma shumë t'i noti. Kur me jo përseni që si ke drejt, sa në shkon shtrejt, as truka ka pume dhe rruga drejt. Shalalalala, popullota hajde, tash, ove. Yeah, Big Mouth, Studio nuk është vendi I vetëm ku UFO Click punojnë. Muret e Gërmis janë një pjesë tjetër ku Pancho e Gripi shprejnë mendimet e tyre përmes grafiteve. Pa I këto grafite I kena bo për shefi, kështu adin së vjen konë zidet e thota, lyshëm pas jetë verës, qa me bo, a I mushëm zidet hajde. Edhe se kena bo asë lej grafiti avdin që smirët vesh, po I kena bo shumë thjesht. Edhe ta shemaz kena me mush, ku të shumë I murit bardh. Prishtina, përveç se vendi I lindjes së tyre, është edhe inspirim për muzikën që bëjnë. Për veti se kësha ndru, këtë vend se që tu jom lind, që tu jom rri. Keti shumë që shën senet, vetë nga lidhë Urbania, me muzikë. Stand up, sa foj t'i kujna për janin, kujna për janin, do. Fuck that.